Pritej të kishte edhe fitore përveç festës për debutimin në Super League dhe për përurimin e stadiumit të ri në qytetin e Kukësit. Vetëm dëshira e parë e tifozëve vendas nuk u përmbush pasi blut kuksian vetëm arritën të barazonin 0-0 në fushën e tyre me luftëtarin e Gjirokastrës. Ndeshja ishte e fortë, ndonse rastet për gol nuk ishin të shumtë, sidomos në pjesën e parë. Fillimisht ishin miqtë që rrezikuan me anë të gjujtjeve nga distanca, ndërsa Kukësit ju deshën shumë minuta për të hyrë në ndeshje. Në pjesën e dytë Gjirokastrit u treguan më të organizuar, duke qarkulluar më mirë topin, duke pasur më shumë iniciativë. Kjo bëri që ata të kishin edhe disa raste për të kaluar në avantazh, por nuk i arritën qëllimit. Minutat e fundit ishin të Kukësit që ushtroi presion duke qenë ndoshta pak më mirë fizikisht. Gjithsesi gola nuk pati dhe gjithçka përfundoi në barazim ashtu si sezonin e kaluar, kur dy ekipet luanin në kategorinë e parë dhe dolën në barazim 1-1. Teuta e Durrësit ishte skuadra e vetme që arriti fitoren në ndeshjet e së dielës në Super League. Turqsakët në kampion fituan 1-0 në Peqin ndaj Shkumbinit, ku vendosi një gol i shënuar në minutën e 10 nga sulmuesi shkodran Ansi Nika. Në Ballç, Bylisi vendas arriti të merrte një pikë flamurtare që ka shumë pretendime këtë sezon. Plonjatët shënuan të parët me anë sulmuesit të ardhurës së fundmi, Miguel Memeli, por Çale realizoi në minutën e 17. Në pjesën e dytë ishte afrikani Adebayo, që barazoi rezultatin për skuadrën e drejtuar nga Gimsani. Të premten Skënderbeu nisi me fitore kampionatin duke triumfuar 3-1 në fushën e Vllaznisë, ndërsa të shtunën Tirana fitoi 1-0 në Berat ndaj Tomorit dhe ndeshjet Laçi Besa e Polonia Kastrioti përfunduan të dyja në të njëjtin rezultat barazim 1-1.